Ditën e sotme në qendër të vëmendjes ka qenë tezja e moderatores bukuroshe Kiara Tito. Teze Gena duket se nuk ka mundur të mos reagoj pas fotove të adhurueshme që mbesa e saj ka publikuar së fundmi me bashkëshortin e saj Luis Eli, i cili duket se ka një vend shumë të veçantë në zemrën e tezes së partneres së tij Kiara Tito. Një koment i teze Gena Grecës ka tërhequr vëmendjen e mirë ndjekësve në postimin ku shfaqen dy të dashuruarit e njohur, Luis Eli dhe Kiara Tito. Ja se cili është komenti që po bën bujë në rrjetet sociale dhe po komentohet jashtëzakonisht shumë, më të bukurit e ekranit jemi. Ajo e ka mbyllur komentin me dy emoji që tregojnë shkëlqimin dhe adhurimin për këtë çift. Komenti i saj ka marrë një numër të madh pëlqimesh, duke konfirmuar se të gjithë njerëzit ndajnë të njëjtin mendim me të. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë parë këtë koment dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tyre, por sidomos kundrejt teze Genës, e cila duket se sot është bërë qendra e vëmendjes. Kushto e ka pëlqyer komentin dhe reagimin e saj dhe të gjithë e kanë duar trokitur mënyrën se si ajo ka shprehur admirimin dhe dashurinë që shumë prej njerëzve që e ndjekin çiftin Eli kanë për ta. Me siguri si Luisi edhe Kiara do të jenë ndjerë shumë mirë pasi e kanë parë komentin e tezes që duket që është mirëpritur nga shumë njerëz dhe po pëlqejet jashtëzakonisht shumë. Teze Gena, e cila njihet për natyrën e saj të ngrohtë dhe të drejtpërdrejtë, ka sjell edhe një herë një moment të ëmbël dhe të veçantë për fansat e çiftit më të dashur në Shqipëri. Komenti i saj është pritur me shumë dashuri dhe ka marrë një jehon të madhe në rrjetet sociale, sepse reagimi që ajo ka bërë po qarkullon kudo nëpër rrjetet sociale dhe po merr vëmendjen e të gjithëve. Ndërkohë, fotot e çiftit të dashur Luis dhe Kiara Eli tashmë kanë marrë një sër pëlqimesh dhe reagimesh pozitive nga shumë shqiptarë që i ndjekin postimet e tyre me shumë dashuri dhe dëshirë të madhe.